إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jemi të shtylla e gjashtë e imanit e gjashta ishte me besu në kaderin e Allahut, në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe i tregum pikat të cilat ngërthejnë besimin në vete, besimin në kader, në caktim të Allahut. Edhe erdhëm të pasi përfundum ato pikat, a mundet njeriu me u arsyetu me fakti, me kader për gabimet e veta, për lëshimet e veta, qoftë mos me i punu farzet, qoftë me i punu ato ndalesat. Pra, nuk janë ndalon gjithsesht, nuk e privon nga vullneti, caktimi i Allahut nga vullneti i lirë njeriu. Edhe për këto kemi argumente nga dispozitat e Allahut subhanahu wa taala, ku Allah fuq aleikum selam tullah. Aleikum selam tullah. Ku Allah fuq plot thot: "Men sha takhadha ila rabbis ma'aba." Kush don për jush merr kthimin tek Allah, pra kush don dëshira jote. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Ju afrojuni arave të juve ashtu si doni ju, pra me vullnet të lirë. Ajeti tjetër, fattakullaha mastata'tum wasma'u wa atiu. Keni dronë Allahun sa keni mundësi, pra sa keni aftësi. Këto e kena tregu këtë ajet, bashkë me këtë ajet shkon, këto e kemi përkujtimin se kene kalu në dersën e kalu, edhe hadithi idha amartukum bi shay'in faf'alu mastata'tum o idha nahaytukum an shay'in fantahu. Kur t'ju urdhoj diçka me punu, e bëni sa keni mundësi. Nëse ju ndaloj diçka, largoni krejt. To e sharun pak ma gjansisht çka do thot. Nuk mund të njeriu me thon, Allah s'po muna 5 vakte me i fal, 3 po muna. Se po thot sa ki mundësi. Nuk është qëllimi këtu. Namazin që patëm parë në pyetje. Namazin duhesh me fal në kohë. Nëse s'ki mundësi në kohë, mismutje e fal ulun. Po sa ki mundësi? Vjen Ramazani, nuk ki mundësi krejt mujin ma gjëru. Smuto njeri. Sa ka mundësi që agjeron? Sa është i shëndosh, agjeron. Këto ka mundësi jo Allah. I smutjom s'ka mundësi, nuk agjeron. Këto është qëllimi. Ndërsa realiteti, pra ta shkalojmë, këto e përfundu me folëm se argumentet sheriatike që nuk mund të arsyetohet njeriu me kader, me caktim të Allahut, gjithsesht nuk e mohon vullnetin e lirë kaderi Allahut. Ka vullnet të lirë njeriu për vendos me veprat e tij. Çdo njeri, thot Uthaymin rahimahullah, e din se ai ka dëshirë dhe vullnet të ri, të lirë, edhe aftësi për me punu, për me vepru sipas dëshirës së tij. Sipas dëshirës së tij bën diçka, sipas dëshirës së tij nuk punon diçka, e lën pa vepru. Edhe e bën dallimin kur diçka vepron prej dëshirës së tij, me ec, me ushtri, me punu një vepër diçka me bo. Edhe prej asaj çka i po imponohet, ethet, dridhet, po imponohet, nuk është që po bënaj vetë me dëshirë. Nëse këta që dredhen që lujnë si shejtan ajo tjetër, po është qëllimi të ethet, ose diçka të imponohet ty. Këtu pra është dëshira e tij e lirë për me vendos, që Allah thot,
limen sha minkum an yastaqim, kush don prej jush ecë në rrugë të drejtë, në rrugë të Allahut, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Nuk mund me dëshiru ju vetëm se atë çka dëshiron Allahu. Tash to duhet me marrë vesh mirë, do të vijnë pastaj pikat, të cilat e sqarojnë në shumë mënyrë të mrekullueshme nga Uthaymin rahimahullah. Krejt çka dëshirojmë na, çka veprojmë na, është në kuadër në soza të dëshirës së Allahut. Ose kështu me thonë, dëshira jonë relative është pjesë dëshirës absolute të Allahut. Nuk mund dalim na jashtë dëshirës së Allahut. Sepse gjithçka është e Allahut, Allah është pronar. Derisa gjithçka është pronë e Allahut, gjithçka është e Allahut, nuk mund ndodh diçka, nuk mund të dëshiron dikush diçka jashtë dëshirës, jashtë pronës së Allahut, jashtë sundimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu pra, mbas kësajna që ka tham, kaderi, caktimi Allahut, nuk e justifikon, nuk e arsyeton njeriun nëse nuk i punon obligimet, nuk i kryen obligimet, nuk i bën farzet, çka e ka ngarku Allahu, ose i punon haramet, gjithë në harame. I lën farzet, i punon haramet, e kë nuk mund të arsyetohet me caktim të Allahut subhanahu wa taala. Ky argumentim i tij, nëse mundohet me këto me argumentu, është i kot, i pa bazë, i pa logjikshëm. Për disa çështje. E para, thot Allahu fuqiplot, ajet kuranor. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ata cilët kanë bërë shirk do të thonë, po të kishte desht Allah, po mos të kishte desht Allah, na s'kishim bërë shirk. As baballar të parë tonë, as nuk kishim ndalu diçka. Po Allah ka deshë na për këtë shkak këto e bojmë. Kedhalike kadhaba alladhina min qablim, kështu kanë gënjy edhe ata para këtyne. Hatta dhaqu ba'sana, derisa e shijun dënimin ton. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, thuj pyeti ata, a keni ju dije për tardhme që ka komendohet për kadin caktimin e Allahut. Me dal para neve me atë dijet juve, in tattabi'una illa dhanna, vetëm se ju e pasoni epshet e juja, wa in antum illa takhrusun. Pra vetëm shkoni pas epsheve të juja. Thotë Uthaymin tash prej këtuhet, po të kishin mujt me u arsyetu, të kishin pas arsyetim, justifikim, caktimin e Allahut për ato vepra për shirkun, nuk i kish dënu Allahu. Ju s'keni pas faj. Ju është imponu juve shirku edhe nuk ka dënim. Por çka po thotë Allahu? Dhaku ba'sana, hatta dhaku ba'sana. E shijun ata dënimin ton. E dyta, thot ajeti, rusulen mubashirin e mundhirin li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Këna dërgu pejgamber përgëzues edhe qortues. Ata cilët ju kanë mësu që kanë me punu, edhe ju kanë të rreg vrejtin prej veprat të cilat nuk bën me i punu. Që li ella yakuna linnasi ala Allah hujja ba'da ar-rusul, mos me pas arsyetim pastaj njerëzit, pas pejgamberve. Me thumë Allah s'kena ditë. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah është gjithë pushtetshëm, i fuqishëm edhe i urtë. Pra, po thotë Allah, nuk ka argumentim pas pejgamberve, për këtë shkak Allah ka dërgu pejgamber, që ju mos me thonë pastaj nuk kena ditë, po ke ditë. Pra nuk pranohet justifikimi për arsyetimi për caktim të Allahut subhanahu wa taala. E treta thot, është argumenti
hadithi nga Aliu radhiyallahu anhu, të cilën transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, thot Aliu radhiyallahu anhu: Kunna fi janazatin fi Baqi al-Gharqad. Ishim në një gjenazë në varrim me varrezat, edhe sot kështu quhen, varrezat në Medinë, Baqi al-Gharqad. فأتانا النبي عليه الصلاة والسلام فقعد وقعدنا. أرض يدرقوا عليه الصلاة والسلام أول أذن أول مرثدي ومعه مغشرة فنكسه. أكيش ني شتاق ني شكوب باستونين هذا في الله مجديد توكن كابو هذا سيبيكا نقول لان شانيا نجور مكالون هذا سمعوا ثلون من ديمة هذا باستايثا ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار إلا قد كتب شقية أو سعيدة. Çdo njeri prej jush, çdo njerit prej juve, vetëm se çdo shpirti, çdo personi, vetëm se jo është caktu, jo është shkru, mekanuha min al-jannati wan-nar, vendi i tij është i caktuar xhenet ose xhenem. Vetëm se është caktu, a ka me qenë shaqije shka, i piklum, i dëshprum, prej xhenemlive, Allah na rujt, e u saide, ose do të jetë i gëzum, fatlum, pra prej xhenetive, Allah na bot prej tyre. Ne prej sahabe po thot, ja Resul Allah, fela nettakilu ala kitabina wa nada'a al-amal. Atëherë Resulullah atëherë pelon punën, mos bëjmë si ibadet, bazojmë këtë saktim, kështu ashtu çka dush bën ti te o ka caktu. A ki me kon xhenetli, a ki me kon xhenemli. Atëherë s'po lodhëm hiç, mendimi i tij. Ka thonë pejgamberi sa la, jo. Po çka duhet me punu ato çka din. I'malu fa kullun muyassarun. Punoni se çdo kujt ju është lecu ajo çka ju ka caktu. Tash e marrim vesh se çka po don me thonë me këto i dërguar sa selam. Po thot emma ahlu saade yuyassiruna li amali saade. Ata fatlumç janë, të gëzuar që kanë me qenë xhenetit, ju lehtësohen atyre veprat, këto veprat cilat kanë me i punu, pra të xhenetlive. Allah në bëhet prej tyre. Ndërsa ata tjerët, amma ahlu shqawa, fe yuyassiruna li amali ahli shqa. Ndërsa ata të piklum, të dëshprum, të zhgënjym, pra dënim xhenemit, ju lehtësohen veprat e atyne xhenemlive. Edhe e ka citu ajetet, amma men a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma men bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Usra. Ata të cilët men a'ta wattaqa, kush jep, edhe është i devotshëm, takva. Wa saddaqa bil husna, edhe e vërteton, e beson të bukurën, të mirën, pra besimin, islamin. Fa sanuyassiruhu lil yusra, ja lehtësojmë të lehtën, pra xhenetin. Wa amma man bakhila wastaghna, ndërsa ai i cili është kopras nuk jep. Wastaghna veten e llogarit pa varën, vetëm mjaftueshëm. S'kam nevojë për kërkon, për kur gjë. Wa kadhaba bil husna, e përgënjeshtron, pra nuk e beson islamin. Fasanuyassiruhu lil usra, atina lehtësojmë të vështirën, pra veprat e këqija. Me lehtësi punon. Haramet shumë me lehtësi, me knatësi të plotë punon. Rjedhimisht tash për këtu që kanë zirë në mësim të madhë. Nëse të vjen puna, me vështërsi shkon në xhami, dhe zë alarmin, nuk është diçka në rregull.
Sa do thotë, ja lehtësojmë, me lehtësi dush me shku. Ja lehtësojmë të letën, të mirën, të bukurën, me bo vepra të mira. Me lehtësi e bon, shumë lehtë vjen. Çuditësh ata qysh nuk vinë xhami. Nuk i pengesa me shku xhami. Nuk ka çka të ndal, nuk ka çka të largon, çka të pengon. E kuptuat? Edhe tjetra, nëse njeriu haramin shumë me lehtësi e punon, duhet më dhezë alarmi. Pas pare si jep. Po të lehtësot e vështira e keqja. Pra, këtu çka nën kuptojmë? Kuptojmë se, gjithë që po thom, i qëtë një në anë barazimit pa njohurat, në anën tjetër të njohurat. Çka është e njohur? Çka dush me punu, edhe çka nuk guxon me punu, çka dush, për çka dush me u largu. E din këto. Dush me u fal, me agjeru, me dhon zeqat, me bo vepra të mira, me respektu prind, e kështu me radhë, obligimet. Këto pe din. Dhe din, zbon me bo shirk, zbon me vjedh, zbon me rajt, zbon me mashtru, zbon me pi alkohol, zbon me bo zina. A pe din këto, po. Meru me qitu. Çka dush me bo, i punon gjindesh në ato pun, çka s'duhet largosh për atyne, këto pe din. Tarat më nuk pe din ti. Meru me këto. Mos u lodh me ato, çka nuk din. Badihava s'munësh me dit ato, kur? Çka ka caktu Allahu. Nuk munësh me dit ato. E katërta, Allah subhanu wa ta'ala ka urdhru edhe ka ndalu diçka. Diçka ka urdhru, diçka ka ndalu. Edhe nuk ka ngarku, nuk lyp prej njeriut ma tepër se çka mundet me bajt. La yukellifu Allah nefsen illa wus'aha. Nuk ngarkon Allah ma tepër se çka mundet me bajt njeriu. Edhe tash, nëse po t'i shkon njeriut, t'i shkon me ju imponu. Pra s'ki mundësi me zgjedh. Atëherë, ai ishte ngarku me ma tepër se çka mund të me bo. Se ti nuk është ndorë tone kjo, po të imponohet. Masi po të imponohet, po të ngarkoj. Halo ma tepër. Edhe për shkak pra edhe me këto 4 pika shihet se njeriu nuk mund të arsyetohet me caktim të Allahut për mos punimin e farzeve, mos kryerjen e farzeve, edhe nëse gjendet në harame. E tash po vin do pikë e pesta, shumë interesant, e shumë e rëndësi, edhe shumë të logjikshme, të kapshme. Po thot, caktimi Allahut a është sekret, a dihet, a është i msheft. Caktimi Allahut. Msheft. Sekret është, nuk dihet. Nuk mundu me dit. Kur kush s'mundet me dit. As pejgambert, as Muhamedi a.s. Tardhmën, çka ka caktu Allah nuk e din. S'ka dit. Kur e din njeriu, kur kupton, kur ndodh diçka, si me thonë, që e kom këtë libër, këtu po shkruan çka ka me ndodh. Edhe një sekond ma vonë, nuk muna me ditë se çka ka me ndodh. Pra, sikur me këqenë në gjitun e këto fleta, s'ka fuqi e cila e hap këtë faqe, me lexu tek qyri çka po thot çka ka me ndodh, s'munësh. Kur të lejohet çkapët zbeta ngjitsi e hap kur ndodh. Kështu pas ka qenë caktimi Allahut. Tash e morë vesh. Tash kur ndodhi e kuptove çka ka qenë caktimi Allahut. Shumë logjikshme. Po paraprakisht, para se me ndodh, nuk mundet me dit njeriu. Kur të ndodh tek çatëherë e zbulon se çka pas ka qenë e caktume. Edhe ajo ka ndodh. E tash, dëshira e njeriut, pra, i paraprim veprës,
Njeriu njerë dëshiron, pastaj e punon, apo? E kjo dëshirë nuk mund të bazohet para se me punu. Çfarë ndëgjoj me vëmendje. Dëshira e paraprin veprës. Pra, halo është e msheft, saktimi është i msheft. Nuk po din ti që shko me dal ajo punë. A ki me pas sukses? Dobi, a ki me pas humbje? Nuk po din. Ti merr sebepet. Po vullneti ty të ka saktu, ka vendos, ti me dëshirën tonë me bu ato. Po njëherë don njeriu, e ka dëshirën, planifikon, pastaj e kryen punën, apo? Nuk mundet me punu pa pas dëshirë njeriu. Pa vendos me punu diçka. Vendos sipas dëshirës, sipas shefit, i mot. A është më mirë për mua, është më keq. Edhe pastaj vepron edhe punon. E tham, kur zbulohet saktimi Allahut, pas që ndodh, pas që e kryen veprën. E ti po vendos ki dëshirë para se me kry veprën. Pra, ti po vendos para se me di çka është e caktuar. Se nuk e din ti çka është e caktuar. E ti tash e kqyr nuk bazohet tash çka është e caktuar, se edhe me dish mund të bazohet se nuk mundet me ditë. Pra njeriu nuk mund të arsyetohet me diçka që nuk ka ditë. Se çka ka me ndodh. E shohim se njeriu thot pika 6 Uthejmini rahimullah, njeriu është shumë i kujdesshëm, shumë angazhohet, shumë jep mund që me punu ato çka i përshtatet atina, prej dynjallëkut. Prej çkafit përfiton, prej çkafit ka dobi. Edhe derisa të arrin nuk e lën këtë punë, vazhdon me punu. Edhe nuk shkon për këtë dynjallëk. Nuk shkon në atë punë çka nuk i përshtatet. Prej çkafit nuk ka dobi, prej çkafit ka dëm. Edhe pastaj me thonë, Allah kështu ka qenë saktimi Allahut. Po hub, po me sy po shkon ky, me sy mball po shkon në humbje, edhe me thonë pastaj arsyeti me kom saktimin Allahut. Për dynjallëk kështu nuk vepron. E pse pra për ahiret ashtu vepron? Nuk falet me thonë saktimi Allahut. Mos më fal. Nuk agjeron thot saktimi Allahut mos me agjeru. Nuk thot saktimi Allahut ke me hub këtë biznes, këtë punë. Por i merr sebepet, është angazhohet maksimalisht, e studion mirë, analizon mirë, e mot punë të mirë, edhe pastaj vendos me punu ato se ja merr mend që ka me pas dobi. E më ka marrë një shembull, thot, nëse njeriu i ka 2 rrugë, me arrit në 2 qytete. Një rrugë të çon në një qytet ku ka anarki, ku ka vrasje, plaskitje, dhonim, ku ka vetëm dzeza e të këqija, nuk ka rahati, nuk ka siguri. Edhe është rruga tjetër e cila çon në tjetër qytet, në tjetër vend, ku ka ligj, ku ka rregull, ku ka siguri. Cilin qytet shkon? Ti po e din paraprakisht, je nal në një udhkryq. Po e din ki informatat mjaftueshme, nëse shkon me këtë rrugë, në këtë qytet, ki me pas telashe, ka anarki. Aleikum selam tullah. Plaçkisin, trehin, dhunojnë, mundohet edhe të vrasin. Në qytetin tjetër po e din ki informata të bollshme, se aty ka siguri, ka qetësi, ka rahati, ka rregull. A shkon njeriu, cilin e qytet e zgjedh, atë parën a dytin? Dytin, pa kush pa dyshimi. Pse nuk shkon të parin me thumë, se erdhe mëre këtu tu e ditë se çka ka me të gjithë këtu? E me thumë, Allah, caktim Allahut ke. Nuk mbështetet këtu tash, nuk arsyetohet me caktim të Allahut. Është e qartë? A për ibadete po arsyet, po do me arsyetu me caktim që nuk i pranohet. Pse këtu nuk vepron? Nisoj
sikur për dunjallëk, për ibadete. Po e din, fiton, je i lumtur, je i kënaqur, ki je të qetë, dëgjerohet gjoksi, qetësohet zemra, në anën tjetër, i punon haramet, nuk i kryen farzet, ki telashe, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Kush largohet prej përmendjes time, ka jetë të vështirë. Ki informata, nëse e bën këto, sikur këtu. Nëse shkon këtë qytet, ki me pas siguri, rregull, qetësi, rahati, prosperitet, zhvillim. Edhe këtu është pra rruga e xhenetit, ibadetet janë. Më në grupe harameve. Në anën tjetër, ki një vend pasiguri, absolut pasiguri, anarki, kush don çka don bën, nuk ka rregull, nuk ka ligj, nuk ka siguri. Njerëzit plaskiten, rahën, edhe vriten. Tash kush me pak logjik shkon këtë vend. Ti nisosh pra nëse nuk i kryen farzet, i punon haramet, qysh po shkon në xhehenem ti? Këtë qytet të keq që nuk po shkon, në vendin hala ma të keq po shkon. Qysh s'munësh, nuk arsyetosh bile, nuk do në vetë më arsyetu. Me thonë, unë shkohen këtë qytet, këtë vend të mirë, të sigurt, të rahatshëm, të qetë, me prosperitet, me zhvillim, me lumturi, me qefin tem, thot, me vullnetin tem. Nuk thot kadiri Allahut. A për të keqen, knena, për ibadet, për xhenem, thot kadiri Allahut. Pra, qysh kjo nuk i pranohet, as kjo tjetra nuk i pranohet. Shembulli tjetër, nëse thot është njeriu i sëmur, edhe urdhrohet për me marr e ka terapin, ilaqe të saktume, edhe të cilat mundohet janë të ithta. Ama i ki ilaqe, nëse do në shërimin, këto dush me marr këto ilaqe. Edhe i thot, diçka çka shumë ja konda, ushqimit këto dush milon. Çka nuk ka qef, duhet me marr ilaqet, çka ka qef nuk guxon me hungër. Çka bën tash? A e ndëgjon? Se po e don shërimin. Me thënë po marr këtë tjetrën, ilaqet s'pepi se tithta, s'kom qef, pe ha këto, pa këto s'ka shërim, s'pe merr ilaqet, plus han ato çka po ja randojnë hala gjendjen, ja rrisin smundjen, me hungër caktim Allahut ke. Nuk ka logjik. Pra, gjanat janë të njëjta edhe për besim. Ai cili mundohet me arsyetu me caktim të Allahut, nuk i kryen farzet, obligimet, edhe i punon mëkatet, shembull thot, po vjen një hajn, një bandit, ose grabitçar, jo hajn. Pedim dallimin e hanit edhe grabitësit, grabitçari me dhunë ta merr. Të kthyer në sy me zor, ta nxjerr armën edhe thot ami paret, ama pasurinë. Hajni pa ditë. Në sheft të vjen. Po ky është i qarë po të vjen. Edhe pse po bën kështu, pse po do më vjen, pse po më damton. O caktimi i Allahut. A pranon ti këtë arsyetim? Thot mos më qorto mu. Unë s'kam faj, pse caktimi i Allahut u kon më ardhun me plackit. A ja pranon këtë arsyetim? Nuk ja pranon. E qysh Allah me ta pranu ty arsyetimin? Ti nuk po arsyeton njeriun që po të bën dëm, e po rip vetëm mu arsyetu tek Allahu që s'pi kryen farzet. Me dy kute po punon. Transmetohet se në kohën e Umerit Allah, kur ka qenë khalife, ka vjedh, është në zonë hajni edhe e ka kaluat sasin edhe duhet me u prej dora. Edhe kur ka ndesh, ka urdhnu me apren, mehni amir al-muminin, prit pa ka udhet si besimtarve. Fe innema sariktu bi qaderillah, kom vjedh, caktim Allah të kon me vjedhune. I ka thonë Umerit. Pse po donë me mdënu për diçka që ka u kon caktimi Allahot. Thot preja dorën, ta prejtë mdonët se këtë caktimi Allahot. Caktimi Allahot, ti me bo mëkatin, po caktimi Allahot edhe më dënu.
Çka përfiton njeriu prej besimit në caktim të Allahut? Shumë përfiton. Shumë i rëndësishëm është caktimi i Allahut. E para, thot Uthejmin, rahimahullah, bazohet tek Allahu, mbështet tek Allahu subhanahu wa taala. Te punimi, veprimi se i kryen, i merr sebepet, edhe nuk bazohet në sebepe, por nuk mbështet në sebepe, por mbështet tek Allahu. I merr sebepet. Mirë po din se mbështetja duhet me konë të Allah, jo të sebepet. I merr sebepet, ki sukses në një drejtim, në një fushë të punës, e din se këtë sukses ta ka dhënë Allahu. Jo se ki boti, ama ato sebepe, po ti tregon Allah cilat sebepe duhesh me i marr. I kryen sebepet, po mbështetesh tek Allah, jo të sebepet. E dyta, njeriu, pra kaderi, e largon njeriu prej vetkënaqësisë. Nëse arrin sukses, mos me thonë, une. Jo ti, Allah ka desht, caktimi Allahut ka qenë ajo. Se shumë let ke mujtë edhe ti, mos me pas sukses. Se këtë nimet, këtë dhunti ta ka dhënë Allahu, e nëse vetkënaqet me punën e tij, edhe nuk o mbështet tek Allahu, atëherë edhe e haron diçka shumë e rëndësishme çka duhet. E haron falenderimin, shukrin, nuk e falendron Allahun subhanahu wa taala. E treta, dobia e tretë, shumë e rëndësishme. Pika e tretë e rëndësishme. Është i qetë. Është i rahatshëm. Se çka i ndodh. E din se unë sebepet i kom marr, ka qenë caktimi Allah. Pra tash çka tham, tash veç po e sheh, po e mëson çka u kon caktimi Allahut. Ndodhi diçka e dhimbshme, e dëmshme, jo e këndshme, ka qenë caktimi Allahut. Ti ki marr sebepet. Por caktimi Allahut ka qenë këtill që me të godit kjo. S'ke mujt me u shmongë kësajna, s'ke mujt me i ikë kësajna. Edhe kështu tash qetësosh, ratosh. Në gjithë që po e marr shembull, sikur ventili sigurus te bojleri. Bojlerin e lëshon për me nxjerr në rrymë, e nxjerr ujin. Edhe termostatin e qetë si pas dëshirës sonin dhe temperaturë caktume. Kur e arrin temperaturën caktume, reagon termostati tek releje, dhe releje e ndërpren rrymën. Por nëse prishet, qoftë termostat, qoftë releje, atë çka ndodh, rryma po vjen, nuk ndalet rryma. Pra nxemset, po nxehen, po vjen rryma, po nxehet. Çka ndodh, uji vazhdon me u nxeh. S'monaren temperaturën e caktuar, çka ke qit 60 ose 70 gradë. Po vazhdon, e arrin 100-shin. Pastaj çka ndodh? Avullohet. Fillon me vlu, pastaj avullohet. Që avulli, që fuqi Allah subhanallah. Shumë interesant. Nëse është në hapësirë, ka avull, një fëmijë, krejt i vogël, fëmijë. Fryn e shpërndon. Apo? Pse s'ka fuqi? Është gaz, nuk është i ngurt. Po këtë gaz, nëse e mshel në një hapësirë të mbyllur, fiton fuqi të hatashme. Për shkak vendoset ventili sigurus, për me kushtimisht po them, thojza, me u shfry bojleri, del për aty të avulli. Ose ja bën ti avullit vendin, ose vetë gjen, eksplodon. Që një fëmijë po shpërndon, vetëm frym po shpërndon, që është me eksplodu, pa e kim shel. Është në hapësirë të mbyllur. Çfryhet prej ventit del për aty të avullit. Edhe nuk gjendet eksplodimi. Edhe na çfryhet njeriu, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Për Allah të kanë ardhur tek Allah kemi u kthy. Kështu ka qenë caktimi Allahut. Edhe me këto çfryhet, edhe është i rahatshëm, është qetë. S'ka pas çare pa ndodhur çajo. Po çka tham? Dallim shumë i madh. Ti para prakish nuk e di se çka ka më ndodh. Ti merr sebepet, po ndodhi tash, u kry. Tash e kuptohet caktimin e Allahut. Para se më ndodh, pra ngjarja para prind caktimit. Për me ndijet të caktimit. Ngjarja para prind dijes së caktimit. Njeriu
njoftohet me caktim të Allahut kur ndodh, jo para se me ndodh. Para se me ndodh nuk bazohesh aty, nuk mbështetesh tek këshillat e Allahut subhanahu wa taala. Qoftë me ajete, qoftë me hadithe. Edhe i merr sebepet. E po ndodh dhe nuk pat sukses, caktimi i Allahut. Edhe je rahatshëm, je qetë. Jo më ron stres, depresione. Pse ndodhe kjo? Pse kështu? Pse ashtu? Besimtar është i qetë. Pse ka ndodhur? Allah ka dhënë ashtu. Kush është Allah që ka dhënë ashtu? لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة له. Allah ka caktu ashtu, i cili është pronar i qive dhe tokës, edhe nuk ka të rrugdalje, nuk ka pas mundësi mos me ndodha ajo. Edhe po thot Allah në Kur'an, surë Al-Hadid, ajtë 22-23, Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha. Ajo çka të ka godit ty, musibet, diçka jo e këndshme, jo e mirë, e dëmshme, në tokë, ose në veten tuaj, vetëm se ka qenë shumë ma herët, e shkrujtëm tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Inë dhalika ala Allah jesir, kjo shumë e letë për Allahun. Likej la ta'saw ala ma fatekum, që mos me u piklu, mos me mërzit për atë s'ka t'ka ikë. Wala tafrahu bima atakum. Edhe mos më gëzu ajo çka të ka dhënë Allah për atë. Për Allahut është. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Këtë është vlen për këtë dytin. Allah nuk e don atë mendemadhin, mukhtal, mendemadh në veten e tij, fakhur, që është arabisht, ja, po është shumë interesant. Edhe fakhur mendemadh me njerëz të tjerë. Në vete me ndjemadh, në veten e ti, mbrëndësinë e ti, do me fluturu, unë e bona. Kjo është mukhtal, fekhur, ka shi njerëzve tjerë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Muslimi transmeton hadithin, azem li amri al-mu'mini, inna amra kulluhu khairun lah. Shumë mbrëzdhënse, shumë fascinuese, shumë mrekullueshme është gjendja e besimtarit. Krejt çka të ndodh çdo rrethon është hajër për ta, e mirë për ta. Walaysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Kjo nuk i ndodh vetëm se mu'min, kjo është muslim jo. Kena thonë çdo ajet e ka psehin e vet, çdo sure. Pse Allah fillon atë sure me këtë ajet, në mes surës është ky ajet, në fund është ky ajet. Gjithashtu e ka psehin, pse Allah fillon ajetin tash me këtë fjalë, në mes ajetit është kjo fjalë, në fund të ajetit është kjo fjalë. Krejt e kam psehin e vet. Po edhe në hadithe. Nuk ka rasir pse mu'min po nuk po thot muslim. Pse? Sepse nuk vlen për muslim, kjo vlen për mu'min. Pse çka po mu'min? In esabetu sarra sheker ve kana khairan lah. Nëse e godet, e gjen diçka e mirë, e dobishme, e kënaqshme, e bën të lumtur, nimet, pasuri. Çfarë të koft? E falenderon, i bën shukër Allahut edhe del hajr. O in esabetu darra, nëse darar, zarar, diçka jo e këndshme, jo e mirë, e dëmshme e godet, sabër fe kana khairan lah. Bën sabër, apo del i mirë. Që thonë, ndoshta po marr shembull banal, qysh të shojsh mocën në kombjen. Gjuja për në kom kamera. Besimtar, çdo në rrethon, çdo gjendje, çdo situatë, është hajër për te. E kthen në favor të vetin, dobi të vetin e kthen. Është e mirë, falenderon Allahun. Është keq, bën sabër. Në dyja rastet del mirë. Allahu Akbar, apo shë? Nuk ka ndonjë rrethon, që ata duhet besimtari gjithmonë me pas këtë hadith parasysh, edhe çdo rreth më thonë elhamdulillah. Qysh marrë, çka u bë kjo, u kall kjo, u bua ajo, u bë. Elhamdulillah. S'ka mujtë mos me ndodh kjo ka ndodh. Të shukri është një fjalë shumë interesante disa djetë alimave, edhe kjo bëhet është sebeb që me pas gjuhën e lagur gjithmonë me dhikër.
janë dy persona. Të dy Allah ju ka dhonë, ndoni nimet, begati. Njeni e falenderon, i bon shukur Allah, tjetri nuk e falenderon. Tash, duhet me pasu shukri i dytë. Pse? O Allah, po të bëj shukër që më boni për atyre cilët po të falenderon. Qëre kë? Dhe kina i ke dhonë, po kështë po të falenderon. Ko mujtë e dhonë me konë sikur kë. E treta, shukri i tretë është për shukrin e dytë. Jam i vetëdijshëm që ti ma ki dhunë këtë nimet edhe të kom falenderu, edhe për shkak po pason falenderimi i tretash. Pastaj i katër për tretën dhe kështu vazhdimisht e ka gjuhën lagur me shukër Allah subhanu ta'ala. Për sonte me kaq, janë shkurt disa fjalë, po pelum për desin e ardhshëm. Janë dy grupe, dy sekte devijume të skajshme. Njëri është el Gjeberije edhe tjetri është el Kaderije. El Gjeberije ijbar, me xhbur. E kem të imponu. Nuk ka njeriu vullnet të lirë. Këta tjerë el Kaderije thojnë njeriu e ka vullnetin e lirë. Kur kush nuk din, kelash, as Allah nuk din vetëm se kur ndodh diçka, nuk ka ditë çka ka me ndodh. Pra këta janë krejt dalëm jashtë islamit. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.